Gjatë muajit maj, janë evidentuar dhe referuar në prokuri 142 raste të veprave penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 132, ose 93% e tyre. Për këto vepra penale janë identifikuar 125 autor të dyshuar në total, nga të cilët 17 janë arrestuar e ndaluar, 113 autor të dyshuar janë proceduar në gjendje të lirë dhe një autor e shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e mëpashëm, evidentohet 10 vepra penale më shumë, si dhe rritje e zbulueshmërisë me 1.5% dhe me 6 autor më shumë të identifikuar dhe të implikuar. Gjatë muajit të kaluar, janë finalizuar 6 operacione policore, të cilat janë ndjekur me metoda speciale hetimi për periudha kohore të ndryshme deri në finalizimin e tyre dhe konkretisht. 2 operacione në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e organizimit të llotarive të palejuar. 2 operacione në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të bimëve narkotike. 1 operacion në goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave dhe zonave përreth. 1 operacion në goditjen e veprimtarisë kriminale të tregut informal të këmbimit valutor, kryesisht të ushtrimeve pa licencë. Gjatë hetimit të këtyre veprave penale, në total gjatë muajit, duke përfshirë dhe operacionet policore të zhvilluara, janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 5.548 fidan dhe bimë narkotike kanabis sativa, rreth 1 kg lëndë narkotike kanabis sativa, lëndë narkotike kokain, 2 automjetet të trafikuara të shpallura në kërkim ndërkombëtar, 1 armë zjarri pistolet, 4 tika armë të ftohta, makineta për lojra fati, letra bixhozi, tavolina pokeri, vlera monetare prej 65.000 euro, 6 milion lek të reja, $12.000 dhe 4.000 pound. 9 automjetet përfshira për në kryen e vepra penale, lëndë drurësore e prerë në mënyrë palishme, si dhe materiale të tjera që i shërbejnë hetimit.